e policimit komunitet duhet të adaptohen nga gjithë institucioni dhe të ofrohen nga gjithë stafi, quhet dokumente e programit. Dhe të theksohet gjithashtu se ky fundit është në harmoni plot me dy dokumente e rëndësishme të policisë së shtetit. Strategjinë e Republikës 2015-2020, si dhe me dokumentin e politikave për sigurimin komunitet 2015-2017. Me të pari, sankcionohet se përmbushja e vizionit të policisë së shtetit shtron nevojën e zbatimit filozofisë së policimit komunitet, duke vendosur standarde për komunikimin, transparencën, organizimin e punonjësve të policisë. Ndërsa në përgjithësi, policia e shtetit ka për qëllim të konsolidojë dhe të çojë te arritjet e drejtanishme në fushën e policimit komunitet, si në të rritë besimin e komunitetit ndaj policisë nëpërmjet konsolidimit të partenitetit, ofrimit të shërbimit samësilësor dhe identifikimit e adresimit të problemeve që shqetësojnë qytetarët. E njëjta gjë mund të thuhet edhe në raport me ligjin e policisë dhe rregullorit që e pasojnë. Në konceptin e ekipit të menaxhimit të programit, Ministria e Punëve të Brendshme, përveç se kush kryesor të programit, ka qenë dhe u mbetet institucioni primar të shqyrguar të orientues për punën e përbashkët. Gjejmë rastin të shprehim falënderime për bashkëpunimin dhe kuptimin e drejtanishëm, si dhe të shprehim dëshirën për ta çuar më tej këfyll. Kemi nderin gjithashtu që sot të kemi ku prezencë me shumët të një prej agatëve më të rëndësishme të aksionit të përbashkët, shoqërinë civile. Nëpërmjet skemës të vogla të fazës së parë të programit, u angazhuan 70 organizata jo fluturëse nga 12 çarçe ekonomike. Një pjesë e tyre i tekaluan shkojtë tona dhe arritën që me buxhete modeste të performojnë dhe të ndërtojnë ura të qëndrueshme komunikimin punonjës policie dhe të shkollash. Parteniteti me ta, si dhe pushtetin lokal, arsimin, shërbimet sociale, shtetësore, komunitetet e biznesit, institucionet e prefektit, kontrollit, qytetarët e tjerë, do të vazhdojnë të thellojnë në fazën e dytë të programit. Fryma e bashkëpunimit dhe partenitetit do të shoqërojë programin dhe në raport me misionet dhe programet që asesojnë policinë shqiptare. Bashkëpunimi ka qenë i frytshëm dhe konstant në fazën e parë, dhe tashmë janë marrë garanci dhe shprehur vullneti për të vazhduar dhe thelluar punën e përbashkët në pameka cikar ose dhe UNDP. Dëshiroj në këtë rast të shpreh falënderime dhe mirënjohje për financuesin e këtij programi, Suedin, si dhe për stafin e ambasadës suedeze në Tiranë për këshillat e mbështetjes. Një tablo me të krijuar e objektivave dhe sfidave të programit do të pasojë pjesën pasuese të këtij takimi. Për në tej ftoj komitorin e Nderuar Zoti Ministri i Punëve të Brendshme, nderuar Zoti Ambasador, nderuar drejtori i programit, nderuar pjesëmarrës. Më lejoni të shpreh kënaqësinë e veçantë në këtë ceremoni, e cila shënon një rifillim të ri me miq tanë të vjetër, të një nga projekteve më ambicioze për policinë e shtetit, pjesë e strategjisë së saj, sikurse është policimi komunitar. Programi i mbështetjes suedeze për Ministrinë e Brendshme, Policinë e Shtetit për policimin komunitet, i cili u mbyll para një viti e gjysmë sot, po ja lëvon një program të ri për forcimin e policimit në komunitet, duke siguruar kështu vazhdimsinë e një pune të nisur që në vitin 2012 dhe duke synuar sukseset e reja për policinë e shtetit në sfidat e saj të implementimit të plotë të kësaj filozofie. Vetë policimin në komunitet si model më demokratik i policimit që promovon partneritetin, përpjekjet e përbashkëta ndërmjet policisë dhe komunitetit, ndërtimin e raporteve të besimit të reciprok, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë, kërkon një punë dhe përpjekje të mëdha nga të gjithë ne. Nga njëra anë, policia duhet të bëjë përpjekje maksimale për të rritur performancën, për të përgjigjur në kohë nevojave për sigurinë dhe në komunitet, për të qenë transparente dhe përgjegjshme për të gjithë aktivitetet e saj, dhe nga ana tjetër të gjithë aktorët e tjerë të komunitetit, të rinj, shoqëria civile, organizatat qeveritare dhe jo qeveritare, duhet të jenë të gatshme, aktive, të hapura për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për policinë.
Ndaj, edhe çdo mbështetje apo ndihmë e ardhur për të ndërtuar këtë partneritet është e mirëpritur dhe përsa. E tillë ka qenë mbështetja suedeze për policinë në komunitet, e cila ka sjellë një sërish në punën e policisë së shtetit, që nga menaxhimi i performancës nëpërmjet marrjes së perceptimit të publikut për policinë e shtetit, e deri tek ndërtimi i partneritetit me komunitetin, qoftë nëpërmjet skemave e grandeve të vogla të cilat krijuan një ndërveprim të konsiderueshëm me publikun në përgjithësi dhe me të rinjt në veçanti, qoftë nëpërmjet hyrjeve në sallat e pritjes së qytetarëve, të cilat sollen një ndryshim tërësor të imazhit të policisë së shtetit në shërbim të komunitetit dhe shumë arrit të tjera. Një nga më të veçantat e kësaj ndihme është edhe mënyra e përfshirjes së policisë së shtetit në këtë projekt, por ne nuk jemi thjesht vetëm përfitues të saj, por jemi edhe partner në vendmarrje duke drejtuar grupin e përbashkët të punës, me qëllim identifikimin e saktë të nevojave për të patur një performancë më të mirë, por edhe për të marrë përgjegjësitë për zhvillimin dhe implementimin e plotë të policisë komunitare. Ndaj, gjej rastin të falenderoj qeverinë suedeze nëpërmjet ambasadorit të saj në Shqipëri për këtë ndihmë të madhe që i ka dhënë policisë së shtetit, si dhe për mundësinë e vazhdueshme të këtij projekti edhe në vitet e ardhshme. Falenderoj Ministrin e Punëve të Brendshme Zot Samir Tahiri për mbështetjen e tij të vazhdueshme në implementimin e këtij projekti dhe një sër projektesh të tjera, të cilat kanë arritur në vazhdimsi dhe rrisin maksimalisht performancën e policisë së shtetit, duke arritur atë në institucionet më të besuara nga komuniteti dhe faktorët e tjerë shoqëror. Falenderoj stafin e projektit si dhe të gjithë drejtuesit dhe punonjësit e policisë së shtetit që kanë qenë dhe do të jenë pjesë e këtij projekti, ashtu si dhe faktorët e tjerë për punën dhe për kushtimin e tyre për ta bërë të suksesshëm këtë projekt. Unë të marrë të gjithëve dhe sukses. Faleminderit. Faleminderit, zoti drejtor. Ftoj ambasadorin e Suedisë të Tiranës, zotin Johan Lisi, për mbështetjen. Honorable Minister Tahiri, Director General, Mr. Chaplain, distinguished partners and friends. Let me start by saying that Sweden's regional strategy for reform cooperation in Eastern Europe, the Western Balkans, and Turkey has an important focus on strengthening democracy, greater respect for human rights, and the rule of law. This is because these are key aspects in the EU integration process. I'm therefore happy to be here today as we kick off the second phase of our collaboration in this field. The agreement between our two countries about the program implementation was signed last week by Minister Tahiri and the Deputy Head of Mission at the Swedish Embassy, Ms. Birgitta Jansson. We're here today to launch the next phase of our cooperation to support the Albanian State Police in their efforts to get closer to the citizens and provide security and safety for each individual, regardless of gender, social and economic status, ethnicity, sexual orientation, or geographical consideration. These are the key aspects. But before I think we start looking at the second phase, let me just recall a few lessons from the first phase. To begin with, we saw periodical and independent assessments of public satisfaction regarding the police services and the level of security, safetiness, and trust. These findings can be a real guide on how to address community needs, as well as how to constantly work to improve the work. We also saw strong ownership of the cooperation by the Albanian State Police and their capacity
effectively take the driving seat of the project steering committee. This is important. And I believe that the Albanian State Police and the Ministry of Interior will continue to play this key role in the project steering committee and bringing the work of the committee closer to the realities of the project, but perhaps moving some of its meetings to the field and being part of the project activities outside the capital, Tirana. Let me just end by saying how important it is for the police in this way to interact with local citizens. This is a key aspect in building trust in the local communities. The police is, of course, one of the components of the justice chain. And from the Swedish perspective, we are looking to strengthen all parts of this chain in close collaboration with the Albanian counterparts. Overarching all this work is, of course, the justice reform that we read about in the papers every day. Because we all know that without a functioning justice sector, the work done by the police will not have the impact that it should. It's as simple as that. I'm looking forward to seeing good results from the next phase here of the community policing program. And I look forward to following the work during the next couple of years. Thank you. Parliament. Përshëndetje, faleminderit, nderuar partner, nderuar pjesëmarrës. Është jo pa kënaqësi për mua personalisht, po besoj dhe për Ministrinë e Brendshme dhe Drejtorinë e Policisë Shtetit, nisja e këtij projekti madhor për prioritetet tona dhe gjithashtu krijimi i një mundësie për t'i dhënë policisë një dimension shumë më të plotë në kuadër të shërbimit ndaj qytetarëve, në kuadër të punës për ta bërë lagjet, qytetet, shoqërinë shumë më të sigurt. Është falë bashkëpunimit konsoliduar deri tani, po dhe falë besimit shtuar nga partnerët, që sot ne nisim një projekt me donacionin e qeverisë suedeze. Janë 3.3 milion euro të cilat do të ndihmojnë policinë të shërbejë më mirë, të ketë transparencë më shumë, llogaridhënie më të mirë ndaj qytetarëve dhe mbi gjitha një punë më intensive në çdo detyrë që bën për ta bërë Shqipërinë më të sigurt. Ka disa gjëra që janë pjesë e prioriteteve tona, ka qenë pjesë e punës tonë që nga dita e parë, por që duhet ende punojmë bashkë për t'i bërë ato më mirë. Sepse jo gjithë shka që kemi të rëshkuar mund të riparohet në pak kohë, madje ka shumë gjëra të shkuarës, përfshirë këtu edhe qasjen ndaj marrëdhënies institucion qytetar, polici qytetar në mënyrë të veçantë, të cilat duhen riparuar dhe duhen ribërë, duhen ndërtuar më shumë integritet, pasi diskutimit duhen ndërtuar më shumë besim. Policimi komunitet është
mënyra më e mirë për të rindërtuar këtë marrëdhënie deri dje të dëmtuar në rrënjë. Pra marrëdhënien e punësit policisë me komunitetin vendor, marrëdhënien e policisë me shoqërinë, marrëdhënien e punësit policisë me çdo familje në zonën që ai ushtron detyrën, duke shërbyer më së pari si partner, jo si kamzhik. Dhe kjo ka qenë sfida e parë e punës tonë. Ridimensionimi i mentalitetit të vetë punësit policisë, i cili e percepton të veten më së pari si njeri që nuk duhet të jepë llogari kërkujt, dhe për shkak të këtij perceptimi deformon të themelë dhe marrëdhënien që ndërton të vetë punësit policisë me qytetarët. Herë i nënshtruar, herë kamzhik mbi qytetarët, por kur jo partner dhe me filozofinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Kjo ka sjellur në kohë dëmtimin në thelb të besimit që duhet kenë qytetarët tek policia e shtetit. Gjë që kemi filluar ta riparojmë, kemi bërë shumë. Sot policia e shtetit është institucioni më i besuar në Shqipëri. Ka ende shumë për të bërë. Sepse gjithçka kemi arritur deri më sot është vetëm fillimi i një pune shumë të madhe për të dhënë akoma më shumë besim tek punonjësit e policisë, te policia e shtetit në tërësi, në mënyrë që përpjekja për ta bërë vendin më të sigurt të mos identifikohet as publikisht si një përpjekje ekskluzive e policisë, si një përpjekje ekskluzive e disa institucioneve, por të jetë një përpjekje e perceptuar dhe e jetuar për ditë e të gjithëve, shoqërisë, e individëve, shoqërisë civile, e institucioneve të tërësi dhe pasi në diskutim e policisë shtetit me rolin që ka. Ne duam dhe është prioriteti ynë madhor që rolin e policit në komunitet ta ridimensionojmë tërësisht. Është kjo arsye pse shumë shpejt fillojmë edhe me policin vullnetar. Është kjo arsye pse shumë shpejt fillojmë edhe me një procedurë që deri sot nuk e kemi bërë ende siç duhet, që është vënia para përgjegjësisë të çdo institucioni për konfliktet me të cilat haset policia. Nga njëra anë, polici vullnetar do të përfshijë qytetarët në përpjekjen tonë përbashkët për të pasur më shumë siguri. Do të përfshijë qytetarët në punën e përditshme të policisë, gjithë ata që mund të kenë kohë të lirë dhe kjo duan ta shpenzojnë për ta bërë vendin e tyre më të mirë, më të jetueshëm, më të sigurt, do kenë mundësinë që t'i bashkohen punëtorët e policisë dhe vullnetarisht kontribojnë bashkë me policinë për lagje më të sigurta, për shkolla më të sigurta, për mjedise publike më të sigurta, për shoqërinë më të sigurt, për student, nxënës më të sigurt. Dhe kjo nuk është sfidë e vogël duke konsideruar refuzimin nga tineverin e të shkuarës ndaj policisë. Dhe nga ana tjetër, roli që duhet marrë policia në jo vetëm ndërmjetësimin e konfliktit ndërmjet qytetarëve, por edhe vënien para përgjegjësisë të çdo institucioni që mund të jetë shkak ose për incidien e konfliktit ose për mos zgjidhjen e konfliktit. Janë shumë rastet kur policia vjen përballë konflikteve që kanë në themelin e tyre nevojë për zgjidhje nga institucionet të tjera. Marr këtu parasysh konfliktet e pronave, marr këtu parasysh konfliktet që kanë në gjenezë çështje financiare apo ekonomike, e shumë të tjera të cilat do duheshin zgjidheshin nga institucione të tjera. Policia deri më sot e ka ndaluar detyrën deri tek trajtimi i konfliktit të çastit dhe përmbajtja e konfliktit të mos degradojë deri në ngjarje kriminale apo shkelje më të fortë ligji. Ajo që duhet bëjmë është duhet shkojmë një hap më tej. Policia duhet fillojë të vërë ndjeni dhe të vërë para përgjegjësisë çdo institucion që deri në atë moment nuk e ka zgjidhur. Ka zvarritur zgjidhjen, nuk ka ushtruar detyrën, nuk ka ushtruar përgjegjësitë. Dhe ka lënë një konflikt ndezur që i mbetet si patate nxehtë policisë në dorë,
sepse degradon në më shumë se sa konflikt. Kjo do të ndihmojë sigurisht në zgjidhjen paraprake të konflikteve. Kjo do të ndihmojë në mos degradimin e konflikteve në ngjarje kriminale. Po kjo do të ndihmojë edhe për të rritur shërbimin ndaj qytetarëve. Pra roli i policisë nuk mund dhe nuk duhet të kufizohet vetëm në konstatimin apo zgjidhjen e aty për atyshme të konfliktit. Por mund shtrihet edhe më tej në bashkëpunimin me institucionet e tjera apo në vënien e parapërgjegjësisë të institucioneve të tjera, që normalisht do të kishin zgjidhur konflikte që mbeten ende pa zgjidhur dhe që shkaktojnë ngjarje kriminale. Po kështu unë besoj që policimi në komunitet do të forcojë edhe kontrollin e territorit. Është një sfidë e vogël për një polici që ende nuk ka numrin e dur, ende nuk ka mbulimin e dur të territorit, ende nuk ka një raport drejt ndërmjet policit dhe shoqërisë, pra policit për qytetarët. Prandaj na duhet që të forcojmë kapacitetin e kontrollit të territorit të policisë. Jo vetëm të punojës të policisë, por edhe policisë në bashkëpunim me institucione tjera, këtu mos pari pushteti vendor. Ka shumë debate për luftën tonë kundër kultivimit të kanabisit. Janë debate të arsyeshme, deri diku, ashtu siç janë debate që shkojnë përtej çdo limiti dhe çdo logjike normale, gjë që tregon se sa nevojë kemi për të marrë me këtë çështje dhe për të dhënë një zgjidhje definitive. Ndaj unë i kuptoj të gjithë, edhe ata që na sugjerojnë bëjmë më mirë, edhe ata që drejtojnë kishtin e fajsisë ne, edhe ata që na ngarkojnë pronësi dhe parcela. I kuptoj, nevoja është që të bëjmë më shumë. Por të paktën sot që u kemi marrë detyrën, një pjesë themelore asaj që kemi bërë është lufta kundër kanabisit. Dhe sot jo pa shkak flitet për luftë përditshme kundër kanabisit. Sepse policia sot po lufton sikur më parë këtë fenomen. Besoj e dini të gjithë që para se ne të merrnim detyrën, as nuk flitej për luftë kundër kanabisit. Ishin pajtuar që të gjithë me një situatë që ishte aty, jetonin që të gjithë me një situatë që ishim aty, dhe as e kishim sensin kritik se ndoshta edhe mund të fillonin të merreshim me këtë çështje. Para se ne të merrnim detyrën, pavarësisht se ishte aq e trash dhe aq evidente situata skandaloze në kultivimin e kanabisit, askush nuk merrte konfliktin. Askush nuk debatonte. Sepse askush nuk bënte luftë kundër këtij fenomeni. Dhe sot ka ndryshuar rrëmësisht qasja jonë ndaj çdo problemi që ka shoqëria. Po pas një diskutim kemi trashëguar një problem me kanabisin, dhe pas një diskutim po merremi për ta zgjidhur. Por kjo është eksaktësisht shenja më e fortë e vendosmërisë tonë për të bërë një luftë kundër këtij fenomeni, të cilën askush as e ka imagjinuar dhe as e ka bërë në të kaluar. Dhe ky vit është patjetër vit decisiv për policinë e shtetit, për të gjithë ne, për të dhënë fund një herë mirë një fenomeni që nuk mund të vazhdojë më. E nisëm me Lazaratin, i dha në fund, dhe po të njëjtin gjë do bëjmë me çdo cep të Shqipërisë. E nisëm me Lazaratin, një fshat që ishte turpi botror i Shqipërisë, dhe i dha në fund. Vazhduam me çdo qytet, çdo fshat, çdo fush, çdo mal në të gjithë Shqipërinë dhe do japim fund. Dhe ky është viti për të matur dhe për të parë realisht se sa fuqi ka policia dhe çdo institucion tjetër për të dhënë zgjidhje definitive këtij fenomeni që nuk mund të vazhdojë më. Ne nuk kemi ndonjë dhe nuk do rrim duar kryq. Është një problem që e trashëgojmë prej dekadash. Është një problem me të cilin ata para nesh kanë bashkëjetuar, në mos e kanë shfrytzuar. Por e sigurt është që kanë bashkëjetuar. Edhe atëherë kur ishte aq evident
sa strukturat të tëra shtetërore vjeshin në dispozicion. Kjo, pa dyshim është e shkuara që jemi në pas. Por është patjetër bara jonë e përgjegjësisë për të bërë një luftë, edhe në emër të atyre që deri dje bashkëjetonin dhe nuk kuftonin punën këtyre fenomeneve. Shumë e rëndësishme që kontrolli i territorit nga punonjësit e policisë nëpërmjet policinë në komunitet tjetë elementi kyç ose platforma më solide ku mund të bashkohen institucionet, përfshirë dhe policinë e zonës, me qytetarin apo komunitetin mendor. Sepse nuk ka gjë që policia mund ta fitojë vetme, por nuk ka gjë që policia nuk mund ta fitojë në rast se të luftën e bëjmë bashkë me institucionet e tjera dhe bashkë me qytetarët. Kemi dhënë prova shumë të mira se si suksesi mund të jetë aty, nëse ka vullnet, nëse ka bashkëpunim, nëse ka besim nga qytetarët. Sot policia shërben më mirë, shërben më shumë, ka më shumë transparencë, ka më pak korrupsion, besohet më shumë nga qytetarët, por ka shumë më shumë punë për të bërë. Ne i kemi treguar gjithëve se reforma në drejtësi është një prioritet madhor i yni, pikërisht pse është një prioritet madhor i qytetarëve. Por askush nga ne nuk ka pritur që kjo të ndodhë. Por kemi punuar vetë për t'i dhënë drejtësi dhe veprimeve të administratës dhe mbi gjitha drejtësi dhe veprimeve të policisë. Sepse sensi i drejtësisë, zbatimi i ligjit, llogaridhënia, transparenca, mungesa e korrupsionit, duhet të jenë në themelin e punës të çdo punonjësit të administratës. Dhe akoma më shumë të punonjësit të policisë. Prandaj sot policia perceptohet si viandarëse ndërmjet atyre që duan një vend më të drejtë, një shoqëri më të drejtë, dhe atyre që duan ta mbajnë peng vendin. E të mos e lënë kurrë të bëjë përpara. Të mos e lënë kurrë që të bëhet më i drejtë. As Shqipëria, as shoqëria dhe të mos e lënë kurrë që fëmijët tanë kenë ditar më të mirë. Prandaj na sulmojnë aty ku kemi më shumë sukses. Prandaj policia është në qendër sulmeve çdo ditë. Prandaj mundohen ta pengojnë. Prandaj mundohen ta pikturojnë. Siç policia nuk është më e nuk do të jetë më. Por ajo që kemi nevojë është që mbi suksesin e drejtanishëm ndërtojmë akoma më shumë punë. Për të bërë gjithçka nuk kemi bërë ende. Qytetarët në drejt presin shumë më shumë prej nesh. 20 e kusur vite janë kohë e humbur. Shumë kohë e humbur, e cila nuk mund të rekuperohet në 3-4 vjet. Por sigurisht dikush duhet ta fillojë. Dhe ne kemi filluar eksaktësisht atë që duhet. Dhe kjo është rruga e dur dhe është rruga vetme për të bërë një Shqipëri më të mirë. Unë dua të falenderoj gjithë partnerët. Kemi provuar që kemi një bashkëpunim të shkëlqyer. Dua t'ju falenderoj pasi diskutim për besimin. Gjithçka nisim sot është një barë dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Për ne, në mënyrë të veçantë për policinë e shtetit, për të bërë një punë në terren, në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo njësi, kudo ku ka qytetar, për ndërtuar një urë besimi dhe për të fituar besimin e cili do qytetari në Republikën e Shqipërisë. Vetëm kjo është mënyra për të bërë një Shqipëri më të mirë dhe për të bërë një polici më të mirë. Ju falenderoj.